Thumbat e Ema Andreas për Ilnisa Agollin, aktoria sqaron deklaratën. Ditën e djeshme Ema Andrea ka surprizuar jo pak me një postim të saj në Instagram, postim ky që u interpretua si thumbim nga ana e saj për Ilnisa Agollin, ish banore në Big Brother VIP Albania, e që në qendër kishte fakti nëse gazetarja kishte kryer apo jo marrëdhënie për sa kohë ishte pjesë e reality show-t. Deklarata e Emas, ku citoi kodi penal pikërisht për marrëdhëniet në publik, u interpretua si diçka drejtuar Ilnisës dhe për këtë arsye u komentua mjaft në rrjetet dhe media sociale. Madje pati edhe një kundërpërgjigje nga vllai i gazetares Kevin, ndërsa sot aktoreja e njohur ka sqaruar atë çfarë ka shkruar. E ftuar në Breaking, Ema bën me dije se postimi i saj nuk ka asnjë lidhje me atë person dhe me ndonjë projekt tjetër për të cilin punojnë këta persona, duke u shprehur e zhgënjur nga zhurma që është shkaktuar pa asnjë shkak, ndërsa gjithsesi ka thënë se e kupton reagimin e vllait të Ilnisës.